Përshëndetje miq, sot kam ardhur në kalan e Rozafës dhe kam qejf t'ju tregoj legjendën e saj. Ishin 3 vëllezër që donin të ndërtonin një kala. Ata i ndërtonin muret ditën, por muret prisheshin natën. Një ditë ata takuan një plak të moqëm dhe ai i tha: muret e kalas do të qëndrojnë sipër vetëm nëse dikush do të flihoj për të. Ata vendosin që njëra prej nuseve të tyre do të flihoj, por me kusht që ata nuk do t'i tregonin asnjëriu për çfarë do ndodhte. Vëllezërit vendosën që gruaja që do të flijohej do të ishte ajo që do të sillte ushqimin në mëngjes. Vetëm vllai i vogël që ishte më i ndeshmi nuk tregoi dhe nusja e tij erdhi për të sjell mëngjesin. Rozafa, nusja e vllait të vogël, pranoi, por ajo me që kishte një beb të vogël, tha që do të pranonte, po vetëm me një kusht, që t'i linin jashtë një këmbë për ta lëkundur, një gji për ta ushqyer, një sy për ta shikuar dhe një dorë për ta përkëdhelur. Kështu kalaja e Rozafës u ngrit dhe thuhet që nga muret e kalas nxirret qumësht për të ushqyer foshnjën.